Passo Mondial në Top Albania Radio. Përshëndetje gjithë miqtë të Top Albania Radios, takohemi në Passo Mondial si çdo ditë. Jemi 2 ditë para finales së madhe të Kupës së Botës dhe janë ngritur alarmet në New York. Përshëndetje Livia. Përshëndetje të gjithë. Përshëndetje Blerim Jahaj. Pritet na bashkohet dhe Lorenzo Emini pas pak çastesh. Ku alarm New York, ne po na mbyt vapa në Tiranë. Po vapa durohet, po tymi nuk durohet. Po tymi ne nuk e shohim. Janë ndjekur pyjet në Kanada dhe i gjithë tymi nëpërmjet erës që ka lëvizur në atë kohë ka ardhur mbi New York. Si pas ka dhënë Bariqi në zjarr. Mëngjes ka qenë një pamje e frikshme e New Yorkut. Alizi mund ta ndihmojë ja po ta shohim se si është pamja e New Yorkut dhe gjitha e mbuluar me tym dhe kryetari i bashkisë Mamdani ka dalë në një konferencë të jashtëzakonshme për shtyp, duke i lajmëruar të gjithë qytetarët që brenda mundësive të rrinë brenda në shtëpi mos dalin, të evitojnë çdo aktivitet fizik. Dhe ai tha shprehimisht, vrapin e sotëm lëre për nesër. Ishte shprehje në finalen e së dielës lëre për të hënën, sepse është shumë e vështirë të marrësh frym. Një është era e tymit është e papërballueshme dhe për këtë arsye ai ftoi gjithë qytetarët e New Yorkut që të qëndrojnë në shtëpi dhe të bëjnë si të bëjnë sot. Është ditë shumë e vështirë. Nesër parashikohet që situata të përmirësohet pak, mendohet që mund të bjerë dhe shiu mund ta favorizojë për ta larguar erën dhe tymin deri në ditën e finale. Por jemi shumë afër ndeshjes dhe imagjinoni pak, një ndeshje do luhet në orën 3 të drekës, në orën 21. Po, domethënë është do bëhet njësoj si finali botrorit, si botrori 94 Itali-Brazil. Për temperaturat e larta, po dhe për këtë tymin që ndoshta deri ditën e diel mund të mos largohet i gjithë. Ju si e shikoni situatën? Tani sigurisht është një situatë alarmi, po që nga fillimi të këtij botrori ças ka ndodhur në Amerikë. Kështu që urojmë që të bie sa më shpejt këtu. Po thuaj, sa mirë që nuk kemi atje. Po. Biletat, do bëhet nami për bileta, po ka akoma në shitje. 2 ditë para finales janë disa bileta akoma, siç raportojnë mediat ndërkombëtare. Ka bileta 7.000 euro që është në maj fare të stadiumit. Zona më. Ka dhe 61.000 euro. Pas ka rajqik, se ishte 66. Afër na kthen dollar, ta ke. Se vetë $70.000 pak është. $70.000. Imagjino se çfarë çmimi shumë të jashtëzakonshëm. Merr fix kuptime është shpreha. Futbolli nuk është për të varfrit. Tani ka ndryshuar faktikisht, jo, nuk është më për të varfrit. Tani do të kesh xhepin plot, bankën plot. Do të jetë një çmenduri të blesh një bilet kaq shtrenjtë. Është konfirmuar që pushimi do jetë 30 minuta. Për shkak që do jetë show, po Shakira, Justin Bieber do jetë. Po, absolutisht. Do të thënë ata 7-8 këngëtar do dalin në Madonna, më duket, mos gaboj. Edhe Madonna, Shakira, ku diun ç'a nuk ishin aty, po si do dalin në 3 minuta secili, 2 minuta ik me vrap. Nëse si do futen 9 këngëtar njerëz. Do jetë një show, një spektakël brenda këtyre 25 minutave të pushimit, domethënë sa po të largohen ekipet nga fusha, ku do bëjnë performancën e tyre, siç bëhet në Super Bowl. Po, pikërisht aty kanë marrë shembull. Koha e mjaftueshme, ata mund ta ndërtojnë skenën në çdo moment. E mban mend atë skenën me Snoop Dogg që lëvizte sipër dhe ishte gjitha e ndërtuar në një moment në kohë reale shumë e shpejtë. Sidomos në orën 3 mbasdites do jetë shumë bukur. Mos i ki frikë amerikanëve për këtë aspekt, se këtë pjesë. Jo, ata vetëm të pjesë kanë, këtu është e keqja, s'kan pjesën e sportit. Ndaj unë them që këto biletat mund të shiten me këtë çmim, sepse ti po shef edhe një koncert nga artistët më të mëdhenj amerikanë dhe jo. Unë them këtë, bileta merr çmim të lartë sepse ka shumë faktorë brenda. E para një është finale botrori. Ndodh një herë në 4 vjet. E dyta mund të jetë ndeshja e fundit e Lionel Messi me kombëtarën dhe ka një historik tjetër brenda. Patjetër. Finali është nga më të bukurat ndonjëherë, se Argentinë Spanjë nuk është se kanë luajtur ndonjëherë ndeshje zyrtare, kishte që nga 66-ta që nuk luanin dy ekipe njëra tjetrën, refuzuan të luanin dhe një finalisima vetëm 4 muaj më përpara, kështu që merr një tjetër pamje, plus pasaj New York, plus show që do këndoj Madonna, tjetri. Mirë, që ka miliarderët e paketa është bën që çmimi të rritet. Milionerët ka shumë po rritet. Milionerët e Amerikës, po edhe Shqipërisë, se kemi edhe këtu goxha. Milioner nuk e kanë probleme. Jo 7.000, unë habitem se ne nuk janë shit gjitha. Kam më bën përshtypje ky lajm. Jo, shiko. Nuk është se nuk janë shit gjitha.
biletat janë shitur, por i rishesin, për shembull, e ka bler ai, e ka bler ti do ta rishesë dhe ti vendos një çmim. Qartë. Ma habitem që ka ende në qarkullim bileta, sepse ti thua për shembull ai që e ka bler, pse nuk do të shkoj vet? Edhe do ta shesi, unë ta shohë si mundsi. Ai sa gjesi puna jonë, nuk është si ti mund ta shohë si mundsi biznesi, ai mund të ketë bler një bilet. Se ka pritur që aty dali Amerika, s'del Amerika për shembull finale dhe thotë më mirë po e rishet. Rishitja për sa kohë lejohet është normale. Kur kemi luajtur në Tiranë ndeshje para Euro 2024, janë rishit gati të gjitha biletat, me çmime 3 herë më shtrenjtë, 4 herë më shtrenjtë. Tani ka shumë njerëz që duan ta përfitojnë me të drejtë për sa kohë nuk është e jashtëligjshme. New Yorku ka menduar edhe për një zgjidhje alternative, përveç stadiumit që do mbajë gati 80.000 spektator të dielën, do ketë dhe një mini stadium, quhet ai, po në Central Park po do jetë me 50.000 tifoz. 50.000 tifoz në Central Park do shohin ndeshjen live siç ndodh në. Kam përshtypjen më mirë, më bukur është atje se në stadium. Në Central Park atmosferë shumë e bukur aty. Tani si do shohim se zotësh në ekrane gjigante, të gjithë ulur në bar. Të ulur në bar. Një birë, një gjë. Do ta organizojnë në mënyrë ndryshe. Kosta shkon 1/100 e stadiumit. Do jetë si një fan zone. Fan zone që mund të mblidhen. Edhe çmimet si do jenë? Tifozërisht. Po jo sigurisht kanë lidhje me ato. Do jenë çmime të përballueshme për çdo familje, kam shënuar. Po interesant, shumë i lezetshëm. Spanja ka 37 ndeshje pa u mundur në gjitha kompeticionet ndeshjet zyrtare, pra që nuk mundet skuadra spanjolle. Ndërkohë, ditën e djeshme nuk është stërvitur Lamine Yamal dhe Pedro Porro, nuk janë stërvitur me skuadrën, por Spanja njofton që të dy lojtarët nuk rrezikojnë, do të jenë të pranishëm në finale. Lamine Yamal ka shqetësuar pak sepse gazetarët kanë kapur disa pamje që këmba e tij, kofsha e tij ka qenë e fashuar e gjitha me një fashë të bardhë dhe ka qenë e dukshme. A ka nuk i besoj, këto do janë gjithë në formë për atë ndeshje me një stërvitur me ekipin. Me një këmbë do luajnë gjithë. Se ashtu tha edhe për Messin para ndeshjes me Anglinë, jo po s'është mirë Messi. Kjo statistika ka 37 ndeshje pa humbur. Është mashtrim i madh po ta mendosh. Pse? Po tani se është mundur, në zgabojmë. Jo, quhen 90 minuta. Po çan 90 minuta, orë ndeshja është ndeshje. 90 edhe Italia Mancinin. Po edhe ajo është mashtrim. Është një rekord që ja ka kaluar pikërisht. Dgjoj. Në qoftë se u mbet në 120, minutë 120 apo me penalti, është humbja ajo. Elbasani dje u mund me penalti, u eliminua, nuk ka këtu su munda unë në Europë, se kështu i bie që Elbasani të krenohet nëse i mund në Europë kur. Me këtë logjik. Apo jo. U mund. Statistikat janë këto. Ja, janë statistika qesharake, po ta mendosh, nuk është mundur kur. Që ti nëse ke 37 ndeshje pa u mundur të bie. Se ku pash një, nuk e më mend besë kombëtare, ka qenë 2006 pa humbur thoshe. Po zotëri, s'ka marrë si botror, si që ka që bërë, po shiko, ato humbet me penalti me shtesa nuk quhen. Si nuk quhen ato, çfarë është kjo? Argentina dje ka patur një problem, ka patur planin për të udhëtuar nga Atlanta ku ishte që zhvilloi ndeshjen, do të shkonte në New York, por për shkak të shiut dhe të motit të keq, ka patur vetëtim madje avioni i Argentinës nuk është nisur, kështu që lojtarët janë dashur të qëndrojnë edhe disa orë më shumë në hotel, pa patur mundësinë të udhtojnë dhe të ndiqnin planin e tyre normal për përgatitjen e ndeshjes. Më kujton historinë e botrorëve në Po pra, më kujton historinë e botrorëve 94, tregonte në zgabojmë Saki, apo një nga pjesëtarët e stafit para pak ditësh. Thoshte kur kishim finalen në 94 në Brazilin, fituam gjysmëfinalen, festuam, ishim dhe grupi goxhë i bashkuar, tham po e shtym gjysmë ditë nisen për në vendin ku zhjohet finalja. Dhe bëjmë çik kështu një trek, çik party, çik birra gjëra, edhe nuk u stërvitëm fare para ndeshjes në stadium. Edhe më mbrapa doli që ndoshta gabuam, tha, që nuk u nisëm në kohë. Edhe kjo Argentinës që niset disa orë me vonesë. Jo për fajin e tyre, por për shkak të problemeve që kishin me motin, po që mund të dikoj ndoshta pak. Ndërsa dikush tjetër që nuk është nisur. Plani i prishet pak. Është babai i Lamine Yamal nga Spanja, sepse babai i Lamine Yamal vuan nga kriza epileptike, edhe fatkeqësisht nuk mund të jetë prezent, nuk mund të udhëtoj as shumë gjatë në distanca të larga. Edhe ka probleme me pjesën e emocioneve, sepse mund t'i kapë një krizë epileptike nga ajo presioni, nga stresi, nga normalisht duke parë çunin e vet në një finale të botrorit. Kështu që imagjino me pas çunin që po të lulë një finale botrori kaq të rëndësishme dhe ti mos ta përjetosh nga afër. Ndoshta i sjell fata mungesë e tij se si personazh është çik kështu ambigu ai, si thon, është
problematik, edhe në sjellje, edhe në festime të gjitha, duket ndonjëherë sikur kërkon të marr ai më shumë kamera se sa Lamine Yamal. Ndoshta më mirë. Përshëndetje edhe për Lorenzo Eminin. Përshëndetje. Pak më vonë sot, po e kapem në fund. Edhe ti si Argentina në momentin e fundit e kap. Unë vetëm fitoj, nuk ka. Nuk shifin nga tymi në New York, po kaloj dot. Mirë se u gjeta. Tjetër lajm. Familja mbretërore spanjolle do jetë e pranishme në finalen e Amerikës, finale botërore. A do i takoj Trumpi? Ka dhënë lajm që gjithë familja, domethënë mbreti Felipe, bashortja e tij dhe fëmijët do të jenë pranishëm atje, po ashtu edhe kryeministri spanjoll Pedro Sánchez do të udhtoj për në dhe po fitoi Spanja do e arrestoj të gjithë Trumpi. Në fund. Kryeministri i Parit, se ka inat. Me që erdhi Lorenzi dhe lam pikërisht për momentin që do vinte Lorenzi, është diskutimi për arbitrin. A e thash Slavko Vincic, arbitri i finales. Unë do ja shkruaj mesazhin tani live. Arbitri i finales. Jam me blerimin. Live tani do ja shkruaj. Sa është ora tani në New York? Mos e zgjojmë, po 2:20 tani bie 8:20 e mëngjesit. Ja ku edhe komunikimet. 8:20 e mëngjesit. Shkruaj aty anglisht. Patjetër, sa ti shkruaj. Çfarë mendon ti për finalen? Congratulations my friends, unë kam mik vjetër, kam 5 vjeç. Do një video shumë i lezetshëm për plasësh me Vincic. Me Vincic, unë kam marrë plasësh në sensin e keq, jo, atëre, unë kam marrë stemën bashkë me Vincic në 2010-ën. Kemi qenë në të njëjtin kurs. 2010. Pra 16 vjet përpara. 16 përpara dhe stemën e FIFA-s. Keni bërë kursin bashkë. Të njëjtin kurs 10 ditor në Malt. Kemi qenë në Malt. Dhe fati deshi që me Slavkon jemi ndeshur edhe në disa ndeshje tjera turnamente bashkë. U21 në Kipro, U17 në Belgjik dhe në fillimet tona. Dhe Slavko ishte edhe shumë i ndrojtur, se ishte më i vogël se mua, më rrinte nga mbrapa, domethënë. Unë isha profesori. Ku është ai sot? Ai ku është ai dhe ku jam? Të jo, dhe unë jam në nivel top arene. Me mua me Livia. Tani të lutem shumë. Jema mirë ti më. Pastaj ka ardhur këtu ka arbitruar Shqipëri-Francë. Që kam takuar edhe, domethënë kemi nderë dhe ndar. Si arbitroi në ndeshjen, na mbajti pak? Shumë mirë. Shikoj, Slavko është rritur në mënyrë graduale, sepse në fillimet e veta, në ndeshjet që kam parë ka bërë disa gabime kur arbitronte se eci shpejt. Po. Edhe për arsye të kombësisë. Edhe mos e penalti. Ides mesin. Bravo. Që se zakonisht bukur se mua. Hello my friend, I am really happy for you and I wish you a great experience in the final. All the best. Unë tani mesazhin që do kthej do të ta dërgoj ty që ta vazhdoj. Ta shohim, publikohet. Dhe i kam shkruar se kam ktheu përgjigje. Who are you? Dhe i kam shkruar për të gjitha ndeshjet se ky ka arbitruar dhe finalen e Champions League-s, të Europa League-s, ka arbitruar çdo dhe i shkruaj edhe për, domethënë për ato gabimet që bën. Domethënë jam akoma kritik ndaj është djalë i mirë shumë. Manushi hodhi dyshime ndaj tij. Mbamën në emision tha ai është arbitri i FIFA-s ta. Është arbitër që Infantino e çon. Nuk është aty ku do vetë. Ka lidhje Infantino me këtë se ky UEFA. Ky është sloven, ky është sloven, ska lidhje. Pra kjo është historia. Glen, nëse ka një arbitër që mund të mos jetë Infantino ç'është? Pse ku jemi këtu në Sopoti Lushja jemi. Nëse ka një arbitër që nuk mund të jetë Infantino, është ky sepse ky mund ta anoj nga Seferini, se është sloven për sloven. Këtu bashkoj deklaratën e Manushit me Cakon që thotë janë gjithë bashkë. Ja, u futaj. Janë gjithë bashkë. Dalën tani. Se bëj gocë mërzie, po aty janë bashkë. Probabiliteti për të, madje unë i thash Franceskës para dje që të ma bënte një pyetje, po na mori vrulli dhe unë e kisha, domethënë probabiliteti për të qenë ky ishte shumë i madh, sepse nuk ka ndikim fare se sloven s'ka ekipin e vet. Është arbitri më i mirë evropian. Kishte filluar duke qenë kur ishte edhe pash video se dhe kisha vetëm një dyshim që duke qenë që del një ekip evropian dhe një Amerikës Latine mund të ketë një do zgjidhin se mund të ishte një neutral, po them. Por FIFA i ka besuar dhe mendoj që është fiks arbitri që mund ta menaxhojë Argentinën, sepse është ekip këtë vit ka bërë një gabim. Qofse mbani mend, ka bërë një gabim në ndeshjen Real Madrid-Bayern me kartonin e Kamavingës. Kartoni 2 Po, i kam shkruar. Ata gjë. Jo, po them, ishte një gabim aty. Tani ky e di si e dha përgjigjen. Domethënë, e para unë si e lexova, që ky nuk e ka mbajtur mend kartonin. Po, ashtu ishte nga gjua trupit ose duke që u befasua dhe vet. U befasua dhe vet. Dhe por me rregullore me të gjitha është okay, e kupton, sepse por niveli i këtij
arbitri nuk duhet ta kishte dhënë atë kazon. Duhet të mendon që ky është arbitri i dur për ta drejtuar një finale? Po, këtë finale ka eksperiencë, ka shumë eksperiencë. Pra nuk thuaj që shikose, ndoshta Filani mund të ishte më mirë se. Kam disa pikpyetje dhe i kam realisht të forta që u mjënua komplet rumuni Istvan Kovac, që ishte një arbitër më të mirë evropian. Ka arbitruar vetëm një ndeshjen e 1-0 që u bë Algjeria me Jordanin dhe nuk bëri asnjë ndeshje tjetër. Nuk e kuptova Simon Marciniak, bëri 2 ndeshje dhe ai një nga më të mirët në Evropë dhe ai u mjënua dhe mendova që mund ta kenë ruajtur për në finale, por ata me një ndeshje, me 2 ndeshje. Po Italia pse ka rënë kaq shumë edhe në nivelin vetëm me këtë që kishin. Domethënë se njëri në kohë sa herë mëngonte Italia gjysmëfinale finale, e sigurt një italian. Ka qenë Colina hiqje për zgjedh, po të zgjidhte një italian do kishte. Jo, unë mendoj të kundërtën. Shiko, Glen, unë mendoj të kundërtën. Duke qenë Colina është pengesa më e madhe për italianët. Domethënë se kondicionohet gjithmonë. Ky paragjykimi. Spanja ka 2 arbitra, Anglia 2 arbitra. Franca 2 arbitra, Italia 1. Edhe një ndeshje dhënë. Si ka Mariani. Që Mariani s'është, unë edhe në Serie A nuk e kam. Dhe kjo indikon shumë arbitrat, sepse duket sikur ka një konflikt italian për italian. Çfarë lidhje ka, këta janë profesionistë, nuk ka. Megjithatë, ne shpresojmë që t'i shkojë mirë Zlatko Vincic që ta ka ndeshje të vështirë, për hir të vërtetës Argentina është një ekip shpeshherë ndeshje që duhet menaxhuar shumë mirë, ha. Nga statistikat kur ka luajtur Spanja me këtë arbitrin, më kishte marrë malli shumë. Po e kam pauzat ka munguar që s'ka fare te ne. Fare. Po fare. Këtu duhet të kisha ardhur andetet e përqafë, ja po çon. Është bash shumë. Kupton, është pjesë e televizorit. Si vjen me qef tani që mbaroi botrori. Imagjino mos kisha dhe grua unë tani, çfarë të bëj? Calceto. Nga statistikat si po thoja, kur ka luajtur Spanja me këtë arbitrin pikërisht ka fituar edhe 3 fitore me 2 barazime mos gabofsha, ndërkohë që Argentina ka humbur me këtë arbitër. Kështu që qoftë se më parë thonin që arbitrat ishin në favor të Argentinës, ky mund të jetë një arbitër që ka shkaktuar polemikat të tjera. Futemi edhe pak te ndeshja, sepse Argentina me Spanjën për herë të fundit një ndeshje zyrtare kanë luajtur në 66-ën. Shumë kohë më parë, 60 vjet më parë, por kanë bërë 2 miqësore në 20 vitet e fundit. Njëra ka qenë në 2010-ën, ka fituar Argentina 4-1, ka bërë gol dhe Messi, ndërsa tjetra ka qenë në 2018-ën dhe Spanja fitonte me rezultatin 6-1. Fitore shumë e madhe e Spanjës në një ndeshje miqësore. Këtë vit do luajë finalissima, por argentinasit nuk pranuan që ta luanin ndeshje dhe kjo i lë pak një lloj njolle argentinasve që nuk donin ta luanin ndeshje me Spanjën. Ndoshta edhe e kanë ndjerë që mund ta kishin përballë. Por për çfarë su luajt ajo se ajo su luajt sepse ishte programuar për të luajtur në Katar, filloi lufta në Iran, po anullua dhe pastaj ngel. Propozuan ta bënin në Bernabeu, në zgabohem, aty njëra palës pranoi. Nëse shiko, kë shikon ti Blerim tani mendon që mund të jetë favorit e pak më shumë në duel. Po, finale më të paqartë dhe më të ekuilibruar se kjo je bër pak lëmsh nga gjysmëfinale. Janë bërë nga çdo gjë. Janë bërë lëmsh për shumë arsye. E para kemi tani sim nga trajnerët, do s'kemi fol fare për trajnerët ndoshta. 2 trajnerë që në nivel klubesh nuk kanë pikë eksperiencë. Nuk e di, kanë drejtuar 10 ndeshje së bashku në nivel klubesh. Ndërkohë janë modeli, shembulli më perfekt që po të punosh në nivel kombëtar, duke u rritur me U19, U21 e tjera, mund të bësh një trajner kombëtar perfekt. Ndërkohë që nuk mjafton të kesh një CV spektakolare si Carlo Ancelotti, si Thomas Tuchel për të pas sukses me një kombëtar. Dhe duket që koha po jep shumë të drejtë Spanjës, si ka bërë të zgjedhje prej shumë vitesh, po edhe Argentinës që të gjithë hapën syt por e mori Scaloni, thonë nga doli ky sepse s'kishte ndonjë eksperiencë. Dhe këtu futet edhe pastaj edhe pjesa e filozofisë. Shkuan në finale 2 kombëtarët e vetëm që kanë një filozofi loje. Ti Spanjën di përmendsh, nuk ka nevojë ta dish fare kush është trajner dhe kush luan. Mund të mungoj dhe Jamali, se edhe Argentina ka filozofi, edhe Argentina me filozofinë, edhe Francën Anglia më duket me një filozofi. Shiko, Anglia s'ka filozofi fare. Anglia është kombëtare skandaloze si mënyrë ndërtimi në gjysmëfinale, po edhe me Norvegjin. Edhe me Norvegjin kualifikim. Po e kthy ndeshën. Meritonte kualifikim. Ajo ndeshje është vjedhur, adresuar nga arbitri. Arbitrimi shumë i dobët. Okej. Anglia nuk ka filozofi loje. Anglia ka disa emra të mirë, kanë disa emra në mënyrë skandaloze të mbivlerësuar, po flasim për lojtarë 130 milion pound, 120 milion pound. Është kombëtarja më e mbivlerësuar në historinë e futbollit, sepse Premier Liga ka bërë një krim futbollit me këto
fryrje artificiale çmimesh, ti mendon se këtë papritur ky lojtari mes fushorët vlen 120 milion pound secili. Justifikojnë me të vetën, sepse nuk e justifikojnë sepse kanë produkt shumë të ndjekur. Produkti Premier League, po flas për kombëtaren. Në nivel kombëtare, po ta nisim që nga portieri që e vlerësojnë sikur vlen në një shifër portieri më i dobët i botrorit. Po. Kemi nga mbrojtësat, nga më të dobët i botrorit, kemi në çdo hallk kemi dhe lojtar ka dhe diçka tjetër që filozofia e Argjentinës qëndron te pjesa si luajnë, si ndërtojnë lojën dhe si sulmojnë në 30 minutat e fundit kur janë humbje me barazim, si shkojnë të gjithë, edhe të ndryrimet, dhe të mënyra si e mbyllin kundërshtarin. Më duket në filozofik, jo më duket si nevojë. Nuk e di, mua më duket Argjentina, Egjiptin këtë shiko, ti nga Argjentina kemi qenë botrori kaluar, ne këtë kemi pritur çdo ndeshje. Një Argjentinë që gradualisht e shtyn e mbyll kundërshtarin port, duke përfituar ka prania e Messi në fushë që është një gogol i jashtëzakonshëm, por po të vëshëret gjitha lëvizjet që bën dhe Scaloni. Ka bërë lëvizje fantastike, domethënë fut De Paul me Anglinë, fut Lautaron dhe u maskua pak Anglia duke ju turur trajnerit nga mundi Tuchel si troqi të gjithë, bëri ndrimet. Në fakt, që para golit, po edhe pas golit Anglia u fik, u mbyll mbrapa. Nuk është se e mbyll ndrimet. Biles kisha momente Tuchel i kërkonte të dilni përpara. Dhe nëse nuk ka filozofi, Argentina ka një diçka tjetër. Ka një, si thua, një shpirt që se ka Anglia. Duhet jemi realist, Anglia nuk ka për të qenë kurrë një kombëtar fitues. Si e shikon ti duelin? Se Argentina për të qenë të saktë nuk është se ka në strategji. Nuk e di, unë shikoj sa tjetër, para se të kem publicitet. Unë shikoj Spanjën 1% apo 55% në aspektin e lojës, aspektin e zotërimit topit e të gjitha, por pastaj kur mendon për Binshin Messi përballë, domethënë që nuk besoj se ka ndonjë budalla që të merret me diskutimin kush është më i madh, kush më i vogël me këto me krahasimet me Ronaldo me tjerë. Livja informacion dhe shkojmë publicitet, pastaj bëjmë dhe diskutimin me Lorenci. Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt. Në kategorinë Bli online, zgjidh siguracionin që ti do. Pronë shëndet ose makinë, plotëso dhënat dhe qëndroj sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju. Një shkëputje të vogël dhe rikthehemi për pjesën e dytë këtu në Paso Mondial. Me njëherë. Ndeshja bëhet edhe më interesante kur ke pranë kombinimin e duhur. Spar dhe Interspar sjellin arena e birrave, me një përzgjedhje të gjerë birrash dhe snekësh për çdo mbrëmje sportive. Nga birrat e markat më të njohura, te sallamrat, djathrat, patatinat dhe frutat e thata. Gjithçka që ju duhet për ta ndjekur ndeshjen me shije dhe atmosferë. Zgjidhni formacionin tuaj të preferuar dhe përfitoni nga ulje speciale deri në 34%, të vlefshme deri me datën 19 korrik. Këtë herë, emocionet janë në fushë, ndërsa ofertat më të mira ju presin në Spar dhe Interspar. Spar dhe Interspar me ofertat e reja. Kishte edhe një tjetër informacion me emrin e Lionel Messi, emrin e plot. Tani doja, ju lutem, ju kërkoj ndihmë nga regjia ta shoh një foto. Po, emrin e plot të Lionel Messi. Lionel Andres Messi. Po të shohësh gërmat me ngjyra, ç'a del? Lamine. Qa koincidence. Kështë një koincidencë me lezeshme. Lamine. Unë nuk e dija historinë e asaj fotos. Foto e UNICEF-it, po. Po, e UNICEF-it, nuk e dija historinë e saj, por më ndjej po lexoja me jo ai që ka bërë nga UNICEF në Spanjë. Po, është një kalendar për bamirësi. Është përzgjedhur një familje që është në familjen e nevojë në atë kohë që kanë qenë atje dhe është bërë në studiot e Barcelonës nga një fotograf i Barcelonës. Jo, po ka dalë, ka vite që ka dalë foto, nuk është sot. Jo, ka shumë njerëz që janë të paqartë se tani është bërë kjo puna e artificial intelligence. Sot kishte dhënë një intervistë edhe fotografi që ka bërë foton në mediat spanjolle, kishte treguar gjithë momentin se si kishte lindur ideja e fotos, sepse Messi tregonte ai ishte përgatitur që do vinte të bënte vetëm një foto me një djalosh të vogël. Po jo kaq të vogël sa që ishte Lamine atë moment. Messi ishte aq i njohur atëherë. Messi ka qenë viti 2007. Messi ka qenë dhe vet Messi ka qenë 19 vjeç në atë kohë. Dhe në momentin që edhe pyesin gazetarët si lindi ideja për ta bërë në këtë legendin e vogël foton. Edhe ai tha kështu, 2 ditë më para më lajmëruan tha që do të bëj një foto për kalendar me Lionel Messi dhe një fëmijë të vogël. Tha ai dhe unë në atë moment kur më lajmëruan tha po laja gocën time që ishte 4 vjeç tha. Po e laja në dush. Dhe në atë moment tham lindi ideja, pse mos ta bëj kështu tha. Dhe kur shkuam atje ta kisha bërë gjithë skenën gati. Kur erdhi Messi tha u befasua tha që foto do bëj në këtë mënyrë. Ai mendonte do dilte thjesht me një fëmijë
ulur në këmbë me një fanellë tha, po kur e pa ashtu tha dhe u ndje pak në siklet dhe vet tha, sepse ishte shumë i ri. Po fati i madh tha ishte që nëna e djaloshit, pra nëna e Lamine Yamal na ndihmoi shumë tha për ta tensionuar pak situatën me Messi tha, për që Lamine Yamal tha qeshte, ishte aq i vogël tha sa qeshte. Një kombinacion i tillë ti Blerim, edhe të duash ta bësh nuk ke. Ka vetëm një që mbaj mend unë që e kam parë, edhe këto ditë më ka dalë përpara, në të kaluar më ka dalë përpara shpesh. Në një foto 1163-shit. Imagjino 63-shin, ishte 16 vjeç Bill Clinton. Dhe takonte, ishte një foto legjendare, foto legjendare që bën mbrapa, aty ishte një foto normale thjesht me John Kennedy. Imagjino jepte dorën John Kennedy dhe fliste pak sekonda. Takimet e zakonshme që bën presidenti. Sa vjeç ishte në atko? 16 vjeç Bill Clinton. Mirë, 16 vjeç ti mund të nuhasësh pak njohuritë e tij në shkollë, për shembull, është nxënës i dalluar dhe jepet një mundësi që ai të takojë një drejtues. Ishte i takim me një tuf nxënësh, shumë rastësisht, mi dha dorë. Kjo i thyen, imagjino çdo gjë. Çdo rekord, të bësh një foto të tillë dhe ata të dy të jenë protagonistët kryesorë. Mbas 20 vjetësh është diçka e pa imagjinuar. Pak shumë si fotografitë e Berishës së Tamam i bie. Shiko, Messi në atko në kombëtare luante me fanellën numër 19. Kjo foto është bërë 19 vjet përpara. Lamine Yamal mban numrin 19 sot në fanellë, ndeshja luhet me 19 korrik. Numri 19 korrik si golaverazhi aktual i Argjentinës, 19 gola të shënuar 7 pësuar deri tani. Është çuditshme domethënë skenografi që mund ta bashkohen yjet dhe ta na dhurojnë në finale kështu. Ose Messi do fitoj botrorin të dielën dhe të lër futbollin mbas ndeshjes. Unë them që ai sido që të shkojë do ta lër Argjentinën. Ose do jetë ai hapi finali i kalimit stafetës. Unë them që Messi po të vazhdoj prap, do ishte jo se do bënte gabim, se ai fatmirësisht Zoti i ka dhënë fuqinë për të luajtur dhe për të na bërë ne që ta gëzojmë. Mos bëjmë atë gafën e komentatorit të FIFA, se tha 31 vjeç e mbylli futboll me kombëtare. Por për thënë vërtetën, domethënë një mbyllje legjendare dhe ishte me Spanjën. Për atë çfarë ka dhënë Spanja atij, për atë çfarë ka dhënë ai futbollit, sepse në këtë histori ata i kanë treguar, për shembull, edhe Spanja ka treguar që pa Messin fiton. Se u fol në atko Spanja po që Messi nuk fiton dot. 2010-a fitoi, Xavi, Iniesta, gjithë tjerët fituan. Po edhe Spanja është ndikuar nga Messi. Edhe Messi tonin, ti pas Spanjës fiton dot. Messi fitoi. E fiton se fiton në Argjentina titullin, Messi prapë e mbyll siç duhet, sepse ai pra, të po them, që do ishte mbyllja ideale e Messi. Titullit nga Spanja dhe nga Yamal nëse shkëlqen pas nesër. Prap mbyllje e bukur do ishte. Edhe për Messi do jetë mbyllje e bukur. E keni bërë një pyetje vetes, po nëse Messi do zgjidhte Spanjën, se kishte një mundësi, se ai ka shkuar në Spanjë i vogël. Mund ta zgjidhte edhe Spanjën si kombëtar në atë kohë. Çfarë do ndryshoj? Çfarë do ndodhte me Spanjën dhe me Messin? Sa trofe do fitonin ata bashk? Shumë e drejtë, por të fitosh trofe me këtë Argjentinë, që ka qenë katastrofë. Edhe në ekipi aktual, ne po të heqim në ekuacionin Messin e përsëri do themi, siç kemi thënë, për këta lojtarë më se normal. 2-3 lojtarë janë nga Tottenhami që më zë është normal, nuk janë Blerin tani. Shumë normal janë. Nuk është rastësi të fitosh 2 Kupa Amerike, të fitosh Kupën e Botës, ti je prap finale, nuk është rastësi Blerin tani. Ata janë një ekip i jashtëzakonshëm. Janë rreth Messit. Aty kanë një super yll, përveç Messit, lëre Messi më një, që është Alvarez. Është një lojtar absolutisht jo. Fenomenal. I jashtëzakonshëm. Nuk e shoh ashtu. Nuk di ai çfarë futbollisti është. Lautaro Martinez. Po ç'Lautaro dhe ti me Lautaro? Fenomen. Minuta kaluar të gjithsej. Po lëre më 5 minuta për çfarë karrierë ka, çfarë njeriu është, çfarë lojtari është. Ndryshon ose në kodësh ai rastisht aty e bën gol. Kampionatin italian. Lojtari shumë i mirë, po Enzo Fernandez. Te Argentina s'ka luajtur fare. Po super ylli kampionati anglez. Ky Martinez ku ka luajtur te Argentina? Po mirë, ka luajtur është lojtar i mirë, më është alternativa aty. Gonzalo Higuain ka humbur Argentinën si botror. Po. Nëse Gonzalo Higuain do shënonte një nga ato golet me Gjermaninë, perceptimi do dyshonte, do thoshim Higuain i madh. Tjetër fenomen. Pra ne kishte përfunduar me atë foto. Kolomuani efekti flutur. Kolomuani ka ndryshuar historinë e futbollit. Po, ku është Kolomuani sot? Po pra, më poshtë. Shikoj si ndryshon vlerësimi dhe perceptimi. Por nuk mund të themi që këta lojtarë të Argentinës janë më të mirë nga të Francës. Jo, tash janë më të mirë, po do që thuash janë të dobët, nuk e thua video. Ke para atë se është bë virale që një lojtar me ngjyrë Brazilit që triblonte portierin dhe pastaj gjuan jashtë. Në 2016-ën. Dhe në 2026-ën është duke bërë llaç, normal, jeta kështu. E di çfarë do ndryshoj kjo finale po e merr Argentina për mendimin tim. Në rast se Argentina merr botror, do mbyllet dhe një diskutimi i fundit, debati i fundit. Debati Maradona Messi. S'ka debat. Shiko,
qëndron debati Maradona-Messi sepse Maradona mund të ishte Messi. Nuk matet me kupa jo me kupa. I ka fituar. Jo me kupa. Maradona mund të ishte Messi realisht. Po të ishte menaxhuar më mirë në aspektin njerëzor, në aspektin ndryshe ai apo se ishte të kishte pas një karrierë tjetër me siç ka pas me Barcelonën Messi, sepse ka pas në epokën e art Barcelonës me yje, ndërsa ai zgjodhi Napolin e tjerë. Por në qoftë se në aspektin global të botrorëve, Messi fiton edhe këtë, bën 2 botror rresh që nuk e realizohet Maradona në 90-ën. Dhe mbyllet diskutimi total pastaj. Edhe një fjali tjetër. Parashikimin e fundit e bën Lorenzo Mini. A e keni vënë re këtë më, atë trajnerin e Argjentinës Scalonin? Fenomen është. Po si ka mundsi ku bëri golin e dytë më, sigurisht ka një lloj emocioni shumë të veçantë. Aku. Jo, Aku nuk është ai preket nga brenda pra. As kërcen as u gëzuar. Ai është personi perfekt për Argjentinën, Argentina se janë 90% të çmendur. Nga janë. Po ai është Scaloni. Çmenduria e tyre është e papërcaktueshme për finalen, që nuk thua dot me siguri që do shkojmë ke Spanja. Scaloni stol dhe Messi në fushë e fundit Lorenzi dhe mbyllin për sot. Unë mbas ndeshjes Francë-Spanjë dhe Angli-Argjentinë kam dalë në konkluzonin që Spanja do ta marr kupën. Ke dalë në këtë konkluzion. Mbaj mend Livia. Edhe pse më vështirëson shumë Argentinë me Anglinë, Kështu që tani Argentinë komplet erdhën në fund. Nuk thash parashikimi Spanja the me 55 ka 55%. Pra, pastaj çfarë them, çfarë parashikoj unë? Ti the faktin dhe tani ç'a do ti? Po pra, fakti realisht ka disa opsione, por me këtë çmendurinë e Argjentinës që unë i kam dalë kundër gati çdo ndeshje, them që Argentina ka përshpër do e kompletoj ciklin. Po. Falenderojmë Livian. Blerim Jaj që ishte sot me ne, edhe Lorin Çeminin, sepse nesër nuk do jetë në ditën e fundit pasos, do marrë pushime, do bëhet gati për Top Arena. Kaq ishte për sot në Paso Mondial, takojmë nesër në orën 9 të mëngjesit për lajmet më të fundit dhe parashikimin e madh të finales së botrorit.